So this is for you, Bobby. Happy Valentine. Oh, lule për bja. Oh, tulipana. Thank you, This is Zemra. for my Banta. For Oh. Happy Valentine. And this is for my wife who is always cold. Oh, thank you, Zupi Zupi. It's flash, Mole. What it says there? I love you so much. I love you so much. E nisim këtë video kështu nga makina. Sot është e shtunë, ka dalë një ditë vërtet super e bukur. Edhe do ikim diku me Mario. Tani mua Mario ma ka thënë, po unë si gjithmonë nuk e mbaj mend. Unë kam rregulluar një çik flokët, me që është ditë me diell, është ditë e lezetshme. Edhe thash ti rregullojnë çik flokët, ti kem kështu bukur. Edhe that's it. Po mbush makinën me naftë, në fakt e mbush makinën me naftë, tani po shkon të bëj pagesën. Edhe kështu. You look very pretty today. Qa ke aty të dora? Troll. Sa trolls ke? Sa? Sa? How many? 1, 2, 3, 4. 4 trolls. Janë skuq faqet. Sot është data 14 shkurt dhe uroj që të jeni të dashuruar dhe të lumtur gjithmonë në jetën tuaja. Upsi, si në për filma, thot Mario Fix, si në ato filmat romantik. Neve po dalim sot, mbas shumë tentativa shumë të bëja hapjen, më në fund e zuri gjumi Evanin dhe mund të flisja. Edhe kështu. Se ku po ikim nuk e di, ku po ikim Mario? Hazelmere. Hazelmere. Okej, do të më ikim atje. Rruga është shumë fantastike. Është një fshat i vogël, sot na ka dalë dhe një ditë me diell që na ka munguar gjatë gjithë këtij viti në Angli. Okej, tani nga High Street i parkim patjetër. High Street i jeta. Zoti madhi, that's the High Street. Oh mami, take it off, oh mami, put it down. Këto plumat kanë gjetë ngrohtësi aty më duket. No? Si? Si tha? No. Gjithmonë Gëzuar zemër. Si është jeta ime? Tani ne erdhëm në një vend këtu te Ask Italian. Evan? Evan lëra mami Evan. Evan? Na mami. Evan over falë. Oh, vera që nga shumë bukur. Really? Gati? It's my favorite color. Why? I'm the first to be. Vera ka marrë burrata. Masto burrata. Fantastico. E Bianca, që isha jo? Ja dhe burrata e babit. Na mami, çfarë do ti? Kurse unë kam marrë buk me pshesh. Buk se plasa. Da, buk me makarona. Na? Do you like it for you? Yeah. And the room is filled with Valentine. Of course it is with Valentine's, Bobby. It's Valentine Day. Love is in the air. La 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 la. La 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 la. Ja dhe byqi koli babit. Ja dhe Valentinia ime sot. Hey, Valentin. Are you my Valentin? I am your Valentin. Mirë. Valentin? Are you my Valentin for you? Na mami u Evan, po ta bëj mami, more? Ja dhe këtu një lule kështu. Jo e freskët, artificiale. Unë dua natyrale. Darka kushtoi 23.000 euro. Lufta e nuseve. 23 dhe lirë ti. Want some cheese? Okay, 1 second. Did you want some? Yes, please. How's that? Is that okay? Yes, that's fine, thank you. Dimojnë qik më Mario. Hello, Bobby. E ha veta, i pële e lugën aty. Hajde. Evan, come to. Po ndaloj këtu që të marr ca gjëra tek ferma, ca gjëra fshati. Do marr çik kos, qumësht,
artichok e gjëra të tilla. Shohim. Ram kështu nga mbrapa. Mario është atje me kalamajt. Do bredhet çik në përfusha. Kështu artichokes, qumësh, kos. Paskajerca. $300 fix. Quinoa. Futesh te këto dyqanet e fermave. Mund të harxhosh jashtë masë shumë lek me pak produkte. Mirë që kam mësuar të mbaj dorën. Edhe këto shkuan 15 pound. Nga këto 15-8 pound ishin vetëm ato artichokes. Ndërsa mora popcorn, misër për popcorn, ishte 27 pence më duket për 100 gram. Mora dhe quinoa, që çuditërisht ishte më lirë se në treg. Nuk e di, po mora 300 gram dhe më qelloi 300 gram fix. Dhe më bërë 1 pound e ca, kështu që është shumë lirë, sepse në për dyqan e gjen mbi 2 ose 3 pound dhe është 200 gram maksimumi. Kështu, një qumësht, një kos të vogël që ta kem që të tharë qumshtin. Kaq mora basically dhe shkuan 15. Edhe ikim, se po luajnë ata atje me lulet. Misër për kokoshka. Oh, thank you, zemra, mami, do japes mamit lulet ti po e ratë toka, ma e ke për një. Toyota, ha? Oh, Bianca, can I take some of your food, mommy? I'll do more at home, okay? It looks funny. Yeah. These ducks are very brave. U kthyem, unë bëra një sallat. Në fakt 2 sallata. Upsi! Bëra sallatën me... mole! Bëra sallatën me lakra dhe tani bëra edhe sallatën me karrota, vetëm karrota. Tani çka kam bërë? Se është e shtunë sot edhe duam të ham në një gjë të keqe, le të themi. Atëherë unë kam marrë thjerza dhe i kam vënë në ujë të valuar. E mira është t'i lësh këto gjatë natës. Po me që unë harrova e vura në ujë të valuar. Tani do t'i shplaj, do t'i heq të ujin që ka vënë dhe do t'i vë dhe një herë në ujë të valuar të rinë edhe ai sa të mbaroj të laj enë ta sistemoj kuzhinën që pastaj të bëjmë crackers me thjerza dhe të mund t'i hani pa faj sepse s'kan fare karbohidrate. Domethënë ka vetëm këto thjerzat, edhe ca erza, ca gjëra. I provoj këto crackersat me thjerzat martën edhe dolën fantastike. Kështu që miqtë edhe sot kemi Big Brother dhe do rrim para televizorit edhe do të hash një budallik. Atëherë do bëj këto sërish me ca erza, me ca fara, me ca gjëra dalin nami.
Shkoj. Kartolina e Evanit. Kam thjerza të cilat I kam larë dhe kulluar dhe do t'i hedhim tek mikseri. Krip. Pepper, spec djegës. Jo shumë se dy djegi shumë, varet si keni preferencën. Spec të kuq, një lug. Gon po ja shtoj unë këtë. Pak nutmeg. Të hedhë dhe pak ujë. Bianca, ulja zërin mami now. Shpejt. Why you put the volume up, mami? Farakungulli nuk po them masa se kjo bëhet sipas dëshirave tuaja. Nëse keni ndonjë far tjetër që keni dëshirë t'ja hidhni, hidheni, unë këto kam. Në shtëpi. Edhe përzijejmë. Një letër pjekje, gotën edhe e bëjmë kështu. E shtypim. Derisa të shtypet mirë. Edhe kështu I bëjmë të gjitha. Tani këto janë çik ngushtë, kështu që do bëj një herë të madhe dhe po më teproj vend, do I vë te e madhja. Këto crackers atu bën. Edhe I kemi gati. Very nice. Ndërkohë që vura mikrofonin duke shpresuar që juve do më dëgjoni ndoshta edhe më mirë. Çfarë bëm sot? Sot ikëm bëm pazarin. U kthyem në shtëpi, është ora 12:30, se e shoh tek fura. Edhe Mario sapo ka ikur, jo sapo ka ikur, ka kohë që ka ikur, që para orës 12 në tenis me Biancën. Më bëri një kafe, nuk e di. U bënja 2-3 javë që unë kam filluar të pi vetëm kafe instant coffee, po vetëm me ujë, as me qumësht, me sheqer jo. Edhe tani kjo kafja sikur nuk po më shijon ashtu siç duhet. Kamerën e hapa sepse po gatuaj. Edhe doja t'ju tregoja blerjen që më bëri Mario për Shën Valentin. Përveç luleve, atë blanket, atë batanien që ti mbështillesh brenda, më ka bërë dhe këtë. Është blerja më e re që më bëri Mario, që është një tigan tenxhere, aty po zjej vezët. Një tenxhere e cekët, por që zë goxha dhe nga kjo unë do bëj këtë gjën tani dhe pastaj do ta fus direkt në furr. E kam syt nga qepa. Më kishte marr shumë malli. Për çfarë kishte marr malli mua? Jo, e doja një tenxhere të tillë dhe I thash Marios, shiko, mos më bli lule, mos më bli gjëra tashun, sepse ti do më blesh mua këto dhe mua nuk do më pëlqejnë. Kështu që të lutem shumë më bli këtë tenxhere. Ja tregova formën, si e dua zgjidhe një që tjetë edhe e mirë edhe e lirë, thash ato cilësit që e dua unë që nuk e dua me ato veshjen non-stick etj. Edhe Mario më mori këtë, kështu që jupi e kisha shumë dëshirë një si kjo, tani të heq cilvezët se kam frikë mos te kalojnë ato. Që thash Mario iku në tenis me Biancën, unë me ndërkohë me Evanin këtu, ai fjeti nga ora 11 deri në orën 11:30, që ishte na prishi punë tani se nuk flë, nuk, domethënë ideja ishte që tani në ora 1 duhet flinte gjumë deri në ora 2:30. Nejse. Dje, ndoshta ka qenë dita e parë për këtë vit që ka mbajtur kaq mirë koha këtu në Angli. Tani do të bëjmë çik salcë me gjëra që t'ia hedh mishit brenda dhe pastaj direkt në furr. Kështu që nejse, un kamerën e hapa thjesht I tregoja blerjen e re që më bëri Mario mua për Shën Valentin, që është tenxheri e re. Më do thonë ju e output. Nejse, më mori dhe gjëra të tjera, por gjithsesi neve nuk para themi që duhet të blejmë se s'bën diçka.
do ishte mirë që të kishim mundësi të dilim vetëm unë dhe Mario, mirë për momentin këto janë mundësit që dalim gjithë familje si çdo lëndje. Edhe me thënë drejt, ja kaluam shumë mirë, kështu që pse jo, të festojmë një ditë simbolike mbi dashurinë. Nuk është e thënë sepse e mbaj mend që për një periudhë kohë Shën Valentini u bë shumë demode, edhe kush festonte ishte fshatar, kështu thuheshe. Mirë, po mendoj që gjërat kanë ndryshuar dhe shoqërizotit që kanë ndryshuar, sepse edhe unë isha skeptike. Çfarë Shën Valentin, më kupton, nuk është se më dukesh ndonjë gjë për të festuar dhe më dukesh shumë një festë komerciale dhe jam dakord, është një festë komerciale ashtu si çdo festë tjetër, dato fetare. Mirë, po me kalimin e kohës se kupton që neve nuk është se po festojmë Shën Valentinin dhe është e vetmja ditë në vit ku ne të ndihemi të dashuruar, të përgdhelur etj etj. Mirë, po është një ditë simbolik që tregon që në mendimin tim gjithmonë, dhe unë si jam specialist, unë jam thjesht Vera, është një ditë simbolike e cila tregon që neve ndërpos të gjithë gjërave të këqija, dashuria jon po triumfon, po ecën përpara, dashuria qoftë për partnerin, qoftë për familjen, qoftë për fëmijën, për nënën, për babain, për gjithë. Edhe yes. Unë e marr në kuadrin e gjërë të dashurisë, jo thjesht dashuria partnerit. Tani të vazhdojmë çik të pjesën e gatimit unë, se do kemi probleme. Ha Mario. Sa po bën ti? Babi fshi me fshes me korrent. Evan i ullet aty dhe hajde hiqe më. Ha ma Evan. Ha. Peshiri atje se tash një gjë do e kemi varë. Përshëndet gjithë burrat. Ama se edhe unë këtu ja, po laj, po pastroj, po fshi. Kam bërë sot 3 gatime. Kam bërë mishin, kam bërë makarona për kalamaj, tani po bëj dhe supë me qoftë që ta kem për nesër. Si mo? Po hasude. Do të bësh hasude? Hasude. Hasude. Seriozisht, s'kam bërë një hasude unë, Mario. Amo, mami. Ah! Po pyet. Do vërtet bësh hasude ti? Po jo, njëri bëj shaka qa hasude. Ah, okej. Po na fut në to problemet hajmë sheqerna. Është vetëm ora 9:26 dhe unë jam e zauruar me fëmijët. Yeah, I love ice cream as well. Në orën 10 kam një mbledhje. Mbas orës 10 jam më i qetë. Evan Po smells like prap ice cream. Po, mami. Po prap të marrin telefon kështu kot pa lidhje. Derës lart i kam vënë peshirin, sepse unë kam pas ca kështu që bllokonin mbylljen e derës, sepse Evan i ka mësuar mbyll derën dhe e shtyn kështu me prepanic. Edhe e bën e derë dum dum dum. Edhe yes, ka mësuar që tani ta bëj atë, nuk e di se ku janë humbur, dje ndarke e kishim, sot nuk i gjej. Kështu që E me akyllore me Bianca edhe Eva. Bianca do haja akyllore, nëse Bianca sillet mirë. If you are a good girl, mommy, you're gonna have some akyllore, okay? Yay! Thank you, Mommy. You are the best. Oh. Më duket sikur Shën Valentini nuk po mbaron. Të njëjtën Mario më solli tenxhere. Të premten lule mua Biancës dhe imbatanie, të shtunën na nxori për drek. Të dielën zbëri asgjë. Sot e hëm me erdhi kjo pakoja. Kjo është kështu me spices gourmet. Un kam atë sirtarin raftin tim të Qa ke, mami? Qa ke? Ede. Po qa hodhe ti, mami? Un kam këtë sirtarin tim, le të themi, me gjëra merza me kështu gjërash. Mirë, po më pëlqen shumë këto. Nuk isha koriander edhe fennel seeds, që janë shumë të lezetshme. Gjitha këto tjerat i kam. Edhe yes, jam shumë e lumtur. I kam marrë diku këtu, The Gourmet Spice Collection. Edhe yes, I'm very pleased with this. Thank you, zemra ime. Tani bje që e kap kështu. Edhe këto nga që janë xham, i mbush sërish me ashtu që do ti, me erzët që do ti dhe i ke gjithmonë këtu. Edhe shumë e lezetshme dhe avë këti këtu për jashta, do më thënë mbi banak, që unë të ke mundësi ta aksesoj le themi sa herë që të dua.
Oh, I really, really, really love it.